Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu. Salatet dhe selamet, përshëndetje dhe duat tona më të mira shkojnë për më të mirin dhe më zgjedhur në gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë sunetin e pastërt të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Nderuar vëllezër, muslimani është musliman edhe në xhami, edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në vendin e punës, edhe në qeveri, edhe në hamallëk, në çdo porë të jetës së vet, muslimani e ka për obligim me u sjell si musliman. Muslimani zguxon me qenë musliman I mirë në xhami, ndërsa me qenë musliman jo I mirë në shtëpinë e tij. Me u anku antarët e shtëpisë, me u anku gruaja vet, me u anku evladi vet, me u anku prindi vet, vllau dhe motra vet, me u anku rrethi vet, me thonë se ky e zehem shpe, nuk e di të ju që shpe I thoni musliman I mirë. Muslimani është ai I cili e flet të vërtetën. Muslimani nuk rren, nuk tradhton. Muslimani nuk të mashtron. Muslimani e mban premtimin e dhënë. Muslimani emanetin që ka marrë mbi supet e veta e çon vend. Ky emanet qoftë me Allahun Taala, qoftë me robët e Allahut Taala, musliman qofshin apo jo musliman, kur të premton diçka muslimani e mban fjalën e vet dhe e zbaton përpikri premtimin që e ka dhënë. Sot për fat ketë shumë prej neve, shumë prej muslimanëve që e quajnë veten musliman, kanë tradhtu fjalën që ja kanë dhënë Zotit tyne Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse e quajnë veten musliman, ata nuk falin namaz. Edhe pse e quajnë veten musliman, I shehnë mujt bekum të Ramazanit, nuk agjerojnë. Edhe pse e quajnë veten muslimane, I sheh janë të zhveshura femrat tona. Edhe pse e quajnë veten musliman, I sheh vjedh, rren, mashtron, tradhton, shpionon dhe këtë zezat I bën, por emnin ka qef me I thonë musliman. Muslimanët nderuar vëllezër kanë qenë të njohur gjatë tërë historisë si njerëz që kanë folë gjithmonë të vërtetën, njerëz që s'kan rrejt, njerëz që s'kan mashtru. Indonezia ka diku rreth 200 milion musliman. Si shtetë është shteti me numrin më të madh banorëve musliman në botë. Kurse është bë luftë, është përhapi Islamin nëpërmjet tregtarëve të ndërgjegjshëm musliman, të cilët kanë bërë tregti me indonezian para islamik dhe të cilët për shkak drejtësisë tyne, sinqeritetit tyne, që ju kanë treguar për çdo mangësi të mallit që tregtonin me ta, kanë marrë epitetin e njerëzve të cilët flasin të vërtetën dhe kanë qenë të besueshëm në mesin e indonezianëve para islamik, prandaj edhe e pranuan ajo popullat islamin, kur panë se këta janë njerëz që strejnë, stmashtrojnë, stradhtojnë, shpionojnë, por tregojnë çdo send që posedon ai mall me dijen e vet çka di për të kallëzën, e pranojnë dhe e përqafojnë fen islame, dhe sot numërohen si shteti me numrin më të madh të muslimanëve në rrezullin toksor. Për ato çfarë ishin të parat tonë, muslimanët e parë, pyetja është sa jemi na të tillë me ata musliman. Ne e prishëm besën me Zotin tonë mas pari. Allahu Teala kur ka krijuar shpirtnat, na ka tubu që të gjitha. Dhe në ka të regu në përmjet Kur'anit, gjitha shpirtat I ka të bu Allahu Teala. Shpirtrat e burrave të mirë dhe të këqij. Dhe para se me I zbrit trup njerëzve I ka të bu një herë kretë. Dhe ju ka të regu se unë jem Zoti juaj. Apo më pranoni si Zot tuaj. Kalu, bela, që të gjithë ju përgjigjen po si Arab. Të gjithë. Të gjithë e pranun se është Zoti tyne Allah subhanahu wa ta'ala.
Mirë po, kur e sheh realisht në praktik, i sheh se teoria nuk përputhet me realitetin dhe me praktikën e njerëzve. Kur dalim teren, kur shkon shtëpi, kur bën tregti, i sheh se njerëz kanë tradhtu Zotin e tyre. As ka tradhti më të madhe se Zoti që e pranove si Zot, po të thirr shtëpit vet e ti s'pi shkon. Ke bo marrëveshje me Zotin e punës, se ti kime i shku në orar kur ai ka me të kërku. Edhe kundër shpërblim kime pas një rrogë që kaq dhe që kaq. Ti nëse si shkon marrëveshjen që e ke bo me Zotin e punës, a mosh me shpresu ti, a mundesh me shpresu ti në rrogë në fund të muajit? Sigurisht se një men që ka me të përgjigj, apo një njeri normal, ma i thjesht që ka me të përgjigj, është iluzion që ti me shpresu në rrogë nëse si e përmbajt orarit të punës. Ta ka caktu një orar të punës dhe ti si e përmbajt, është iluzion ti me shpresu në shpërblim. Është iluzion po ashtu me shpresu ti që s'fal namaz se Zoti ka me të shtin xhenet. Është iluzion për femnën me mendu se Zoti ka me shtin xhenet me turpshmet e xhenetit nëse ka qenë pa turpshme në këtë dynjë dhe i ka zbulua vërejtët e saj. Është iluzion për këtë femën e cila hec pa shami me mendu se do t'jetë mesin e xhenetlikave të para që do të futë. Mëshira Allahut është e pakufishme, neve nuk përzihemi. Mirë po, realisht, ata të cilët kanë qenë të shkputën dhe i kanë prish besën me Allahun këtë dynja, Allahi do t'i prejen besë në atë dynja dhe ka me ilan me ra nurën e siratit e cila është mbi xhehenem dhe ka me ilan me ra poshtë. Kush ka me ta zgat dorën? Nëse ti në këtë dynja se zgat dorën për më u kap për litarin e Allahut, shpëtimi në urtë siratit fillon ndërun vlazën këtë dynja. Wa atasimu bihablillah. Allahu tha kapëni për litarin e Allahut. Ka zbrit prej qilit litar i cilit shpëton ty. Dhe ti nëse nuk kapësh në Kur'an dhe në Sunnet, nëse nuk kapësh në fetë Zotit fuqishëm në këtë botë, ty Allahu Teala ka me të lanë me ra në të botë në xhehenem. Ama nëse ke qenë i kapun fort për litar të Zotit, për fetë Allahut, në simbolike litar, që simbolizën si kur një send që të shpëton ty prej poshtit lartë, nëse ti nuk kapësh në litar të Zotit, në fetë Allahut, ty Allahu Teala ka me të lanë që me qenë i pashpëtumi në ditë gjykimit. Sot njerëz tonë, muslimën tonë, rrajnë. Sot për shembull në Evropë, musliman tonë, në vetë se t'jenë shembull i mirë, i sjelljes, shumica e burgjeve janë të mbushura për plot me shqiptar tonë që e quajnë vetin musliman. Sot më tregojnë atjene në shtetet e Evropës, në Gjermani, kur isha, po më tregojnë, tha, po du të milion të spit në kerë. Pse pilen të spit në kerë? Tha se shumica tonët për i vjedhin kerët, kur po shojnë të spi kerë, po bëjnë pak rahmet, hajtë se që këj kokajonis për i vjedhin kerën që ti. Po vjedhin turqit, shqiptarët, kurdët, arabët, boshnjak, muslimën tonë vend se me qenë, misionar, fjales Allahu Teala, këta po do të më rujt për hajnis tyne, edhe po do të mjallon një të spi atyne treg, vjerët, aman barem temin mëni. Atyne vidhnja. Që është islam vlasëna? A që është shëmbëltyra e muslimanit të mirë? Kur Allahu Teala ka kërku prej neve që t'jemi të drejtë dhe të sinqert. Muhammedin alayhi salatu wassalam Mekkasit e kanë dash në Mekë për shkak sinqeritetit të tij. Dhe e kanë quajtur El-Emin, besnik. Dhe tërë pasurinë e vet, emanetet e veta i kanë lënë te emanetçiu. Po shprehem gjuhën e sodit, banka më e sigurt në Mekë ka qenë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili ka kryer këtë obligim të ndershëm pa kurfar përfitimi. Kurfar përfitimi s'ka pas Muhamedi alaihi sallam. Por që të gjithë emanetet e tyre i kanë lënë shpirt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe pse se merrnin dinin e pejgamberit alaihi salam, paratë e tyre, ari i tyre,
sendet me vlerë të tyne qëndronin shpit Rasulullah s.a.s. sa që u detyru Muhammed a.s. me elan Aliun radiallahu anhu, me elan shtratin e vet në ditën që deshti me bo hijretin prej Mekës në Medine, në mënyrë që me i kthy emanetet të pronart e tyne të cilët ishin mushrik. Muslimani nuk tradhton as muslimanin, as mushrikun, as kafirin. Me gjithë jemi të drejtë. Dhe momentin që ne u prishëm me Zotin, u tregum të pa drejtë, Allahu Teala u prish me ne. E Zoti kur të prishet me ne, shiqeni çfarë shoqënie jemi shndru. Dhe e kem tradhtu emanetin me Allah, me pejgamberin alayhi salatu selam. Si kem respektu sunetet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. As në ibadet, në adhurime, as në namaz, as në ndokje, as në veshje, as në darsëm, as në vdekje, as në gëzim dhe hidhrim, kund ma nuk e pasojmë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, e lypim me taku dashurin Allahut në ditë gjykimit. Pa pasim, pa respektim, nuk ka takim vllazën në ditë gjykimit, as me Allahun, as me pejgamberin Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ti s'don me respektu, ti s'ke mundësi me ata me u taku në ditë kiametit. Si ke respektu në këtë dunja, çfarë po kërkon ti për Allah në ditë kiametit dhe për Muhammedit alayhi salatu wassalam në ditë gjykimit. As ke përngjasu ndokje me Muhammedin alayhi salam, as ke përngjasu në ibadet me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Për ty kanë qenë më të vlefshme bidatet e njerëzve se sa sunetet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Bidatet e njerëzve i ke mbrojt, sunetet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam i ke sulmu. Sot në vend se gjykohet me sunet Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, suneti gjykohet në xhamiat tona. Suneti shahet, suneti poshtrohet, fyhet, qoftë mjekra, qoftë pantollat, qoftë namazi, qoftë çdo send që për suneti sot i sheh, ndoshta çashtë më e keq edhe për atyre që bajnë gjybe dhe shall ta shan sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ata të cilët prishin me Allahun ndërun vllazën, ata të cilët e prishin emanetin me Allahin, ata e prishin emanetin edhe me njerëzit. Nëse e sheh një njeri që s'fal namaz, s'pason sunet Resulullah s.a.s. pritë momentin se ai tradhton edhe ty. Ai që ka tradhtu Allahin dhe pejgamberin e sa, ai nuk e ka dert me të tradhtu edhe ty, edhe pse ka përjashtim. Historia ka tregu se ka pas burra të mirë, të cilët kanë marrë fjalë prej muslimanëve qofshin apo prej muslimanëve. Mesin e mushrikëve të Mekës kem pas njeri i cili e ka marrë një gru që e ka pa që po do me shku hijret me bon Medine, e vetme, diku 9 ditë, 10 ditë minimum me hec, për me shku prej Mekës në Medine, në përshkretin, ku ka pas cuba dhe hajni, ku ka pas luana dhe egërsina tjera, një femën e vetme, donte me shku në Medine, me u taku me fëmijët e vet, me u taku me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, dhe kishin më të rëndësishme takimin me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam se sa me marr rrezikun para syve dhe me dal veten në rrugë. Dhe ky mushrik del, kur e sheh e pyet ku po shkon, thot jam të shku në Medinë te pejgamberi alayhi salam, i thot atëherë më lejo që të vi si përcjellës dhe të përcjell. E përcjell 10 ditë tëra. E sjell Medinë. Dhe ku shihen shtëpiat e para të Medinës, sot çeko e ki Medinën e pejgamberit tënd, dhe kthehet në rrugë dhe përsëri 10 ditë tjera në përshkretin, as pa hi mrenda me pushu s'paku një ditë, edhe pse ato ditë ka qenë mushrik, pastaj Allahu e ka nderuar me Islam dhe është bë musliman. Këtë zemër që Allah e ka pa këtë mirësi, Allahu Teala e ka zbrit mirësinë e Islamit dhe ka udhëzu këtë burr të madh. Historia ka tregu qysh në kohën e romakëve të vjetër, kur Roma me Kartagjenën kishin bërë luftë, një senator i romakëve me emrin Regull, para 2200 vjetë një mesil, e kishin zënë rrobat luftës Kartagjenasit, dhe kishin dasht me e qu këtë si ndërmjetësues për me bo anë pushim me romakët.
Por Kartagjinasit ishin çkatrum në çdo aspekt, edhe në aspekt ekonomik, edhe në ushtarak, dhe mendonin nëpërmjet këtij me nxjerr një marrëveshje të paqes. E dërgojnë kët, shkon në Rom në emën të tyne, por në vend se të kërkon të paqe, ky ju tha atyne, vazhdojnë luftën se janë gati për me ra. Unë kom ardhë, nëse nuk e maj fjallën e tyne mu kanë me mvra, por ma mirë unë të flijohëm se sa që ta humbe Roma luftën. Ata i thanë një riktu, prishe premtimin. Pse po kthesh atje kur e di që kam me të vra? Premtimi tha është borxh, dhe unë do të kthehem. U kthy, e morën vesh që në vend se me kërkua armë pushim, kjo ka thonë vazhdojnë e luftën, dhe e vran në mbrojtje të fjales së vetë. Muslimanët, a nuk flijun për shkak besës që ja ban Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam vitin 621 u taku në Aqaba me Medinasit dhe bani me ta Bejatul Aqaba, besatimin, e mur besën prej tyne, se s'kan me i bo shirk Allah dhe se kan me pranu Muhammedin alayhi salatu wassalam si pejgamber të tyne, se s'kan me rajt, se s'kan me vjedh, se s'kan me bo pun të këqia, dhe ja dhan besën Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a i qëndrun besës tyne. Ensarit vllazën e mbajtën premtimin që ja dhan Allahu dhe dërgumit ti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Andaj morën pjesë edhe në luftë të Bedrit, edhe në luftë të Hendekut, edhe në lufta tjera që i zhvilloi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që gjitha lufta që i zhvilloi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Medinasit ishin ata të cilët e respektuan besën e dham. Mekkasit kur e pranonin Islamin, muhaxhirët, asnjëri nuk lëvizte, edhe nëse ju kushtonte me kokën e tyne. Ammar ibn Yasir, baba i tij Yasiri, nona e tij Sumeja, edhe baba dhe nona ishin prej të parëve që u flijun këtë ummet për shkak besës që ja dhan Allahu dhe dërgumit tyne. E kur i pa pejgamberi alayhis salam tortura, u tha: sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakum al-janna. Doroni familja Yasirit se takimi ynë do të jetë inshallah në xhennet. Me gjitha këto të mirat Allahu Taala, ne e prishim marrëveshjen me Zotin ton. Në vend se të tregohemi të denjë, o Zot, falënderimet takojnë ty, shtëpi kemi, bukë kemi, ujë kemi, shëndet kemi, siguri kemi, ne shkojmë edhe lojmë namazin. Ne shkojmë edhe nuk agjerojmë. Femrat dalin të zhveshura. Zhveshja e femrës sot konsiderohet veshën popullin ton. Veshja sot është huj. Zhveshja është bë normale te ata që kanë zhvesh petkun e devotshmërisë takvallëkut. Femrat të cilët zhveshin trupin e tyre kanë zhvesh petkun libasu taqwa, petkun e devotshmërisë. Prandaj këto femra janë kështu si janë. Njerëzit e kanë hek petkun e marrës, e kanë hek petkun e devotshmërisë, prandaj s'falin namaz sot. Sa njerëz sot i gjen të cilët kur të marrin borxh, ta kthejnë borxhin me vakt. Sa njerëz vllazën i gjen sot, që të gjithë e quajnë veten musliman. Sa njerëz sot i gjen me cilësitë munafikëve që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, për cilësive të munafikëve është idha hadatha kadhab, kur të flet rran, kur të premton tradhton, kur të jepet një emanet ta hup, dhe kur debaton me ty, kur të nervozohet, eksplodon dhe është në gjendje me të fyje, me të mshue, me të bëjë gjëra të tjera. Sa njerëz sot i ki që kur të flet, syni pët nuk të bën edhe i beson se ky s'po rran. Sa njerëz i njihnin rrethin tuaj. Sa njerëz i njihni sot që kur të shkoni me bë kontratë punës me të thotë ki orarin e punës prej që kaq deri në që kaq, edhe ai e respekton orarin e punës. Sa i keni vëllazë? Kafirat si kafira, Evropa me kretë vllësinat e saja e respekton të drejtën e punëtorit më shumë se sa
ata që i thënë vetit sot haxhi, i ka bo do pare, shkon haq, me po punëtorët e tia në kohën për shkak pislëqeve të tia. S'po të flasë më për këta të sokakut, po flasë për këta që i kem xhami, të cilët i kanë bo 2-3 firma, dhe të cilët ju hynë hak punëtorëve të tyne, të cilëve inshallah ndoshta do t'ja u kushtojmë edhe në hutbet veçantë të drejtat e punëtorëve në Islam. Dhe kjo tregon gjendjen e mirë të këtij ummetit. Bën marrëveshje për një punë, ai ty kreta ti jep nëse me punu. Punon edhe sekretar në telefon, punon edhe menaxheri shitjes, është edhe hamal, zbras shlepera, ngarkon shlepera, zbras kamiona, ngarkon kamiona dhe kombi. Është shofer del në atë qytet, del në këtë qytet. Ai ka marr punën për shembull ti ki me netve që qytetën. Marrëveshja që çështo është. Me po mas nene tradhton. A sifati muslimanit kyja. 77.000 haxhe mi kryu se për logiki ato. Kur gjës të vinë të Allah ta. Haxhi është kur qëkën haxh mu këthy ma i mi se që e shku, jo të qenë me shku gabel mu këthy ma i zi mu bo. A mu bo haxhi dalaver haxhi me të thonë halki mësën e ty. Po më dënë se haxhi për të këthena. Ki kry një obligim kërshi Allah ta, haxhi ty nuk dënë ma të mirë nëse ti se ke bo për Allah. Nëse e ke bo me mal halal, me njet halal, haxhi ty duhet me të ndru. Nëse s'të ka ndru të din se ti s'ke pas haq të pranu të Allahu Ta'ala. E sot sa njeri në lozën e gjajmë të anku prej pislëqeve të punëdhënësve të vetë. Mo këta që si në gjami më mës të flasë për këta që i vënën rogat ka 2-3 mujtë punëtorëve të tyne, se o japin hakun. E sa punëtori po ashtu e tradhton zotnin e vetë, tu ja vjedh malin, tu ja vjedh arkën, tu e vjedh në orar, tu e rrejt, tu e mashtru, kom me shku darsëm, kom me shku dekem, ka ba që kjënëm, ka ba që ajo, non stop me gjithë sebepe me ik prej punës. Dhe këto janë prej maneteve. Allahu Ta'ala thot, nuk është mirësi ju me këthy ftyrën ka lindja apo perëndimi. Mos menoni se u burni veç pëse po falni namaz, po ktheheni ka kiblja. Edhe me qekaq e keni kry premtimin që ja keni dhënë Allahu Ta'ala. Thot Allahu Ta'ala, të pasër dhe të mirë janë ata të cilët besojnë Zotin, besojnë në ditë kiametit, me laqen, në librat e shpallura, besojnë pejgamber, ata të cilët shpenzojnë prej pasunis që Allahu Ta'ala ja u ka bot dashur, ata të cilët u japim të afërmëve tyne, jetimve, fukarave, rrugtarve, të cilët kanë met në rrugë pa pare, po ashtu në lypsave, ata të cilët i paguajnë skllëvret për me i dhënë lirin, ata të cilët e falin namazin, e japin zeqatin, dhe ata të cilët i kryjnë obligimet, premtimet që i kanë marë. E majnë fjallën. Allah që ta po i lavdron vllazën. Në surët Bakara ajeti 177. Muslimani duhet me majtë fjallën o vllazën. Muslimani duhet me respektu besën që i ka dhënë. Në kohën e Hazreti Omerit radhiyallahu anhu, vjen e sheh Hazreti Omeri 2 djemë të rinj, të cilët e kishin kap për krahun një burr, dhe po e sillnin te Omeri radhiyallahu anhu. Dhe kur e sheh Hazreti Omeri që kanë kap njëri me një krah, njëri me një krah, dhe po e sjellin te ai, i pyet Hazreti Omeri radhiyallahu anhu dhe i thot: "Pse e keni kap këtë burr ju kështu në? Kushini ju kështu me e kap një njeri?" Islami e ka ndalu dhunën këtë formë. Islami aplikon dhunën aty ku duhet. Ne nuk kemi as për atyne që themi se çdo sen zgjidhet me dhunë, po as për atyne që thonë çdo sen zgjidhet me paqe dhe s'ka dhunë. Jo, nuk duhet dhunë. Jo, çdo sendi të jepet haku i vet. Ku është me të butë, zgjidhet me të butë, ku është me të fortë, zgjidhet me të fortë. Dhe i pyeti Hazreti Omeri, tha: "Pse keni kap këtë burr në këtë formë?" Tha që ky njeri na e ka vrarë babën. E pyeti atë burrin: "A është e vërtet tha që kjo që po thënë për ty se ti u ke vrarë babën?" Tha: "Po, është e vërtet." "Pse u ke vrarë babën?" Tha: "Më ka hyrë në tokë teme. I kom thonë dil prej tokës, nuk dul. Dil prej tokës, dil prej megjes teme. Largohu prej këtuhit, nuk dul. E kom gjujt tha me guri, e guri tha e myti.
ka qenë beduin, njerëz shkretinës, ka qenë fuqishëm. Një goditje e tyne ka qenë shumë më e fuqishme se një goditje e jona. Andaj, sipas normave të Islamit, katili mbytet vllazër. Kur e mbyt dikon me qëllim, e ka gjujt me myt, se u ka kërcnu, ko me të myt dhe e ka gjujt, e ka myt, atëhere me Islam katili vritet, vrasi vritet, përveç nëse familja dëmtumit ja falin. Atëhere i tha Omer radiallahu anhu, te e din dispozitën si është një Islam. Para mëna, me u pas zbatu që kjo dispozit, që të ne i friksohën, ja, shëriati kështu ne, sa veta kishin me qu dorë me evrat dikon vllazë, kur ta din se mëse po çka i ka kryt. Shpirti që ka dhënë Allahu, Allahu e merr, pa drejt, kërkuj s'ka drejt me myt kërkënd. Të ka hin megje, nuk kërcnohet njëri me vrasje dhe nuk mytet njëri për atë punë me një herë. Ekziston kadia, shteti e sende, merresh vesh ndrysh. I tha ti, e din dispozitën e Islamit që është vrasja për katilin? Tha po. Atëherë tha, do të më bëj ekzekutimi yt. Ky burri i tha Omerit radiallahu anhu, i tha, ja emir el mu'minin, o prisi besimtar, a më lejon me shku veç një ditë në shtëpi, të përshëndetëm me familjen time, të përshëndetëm me gruan dhe evlatët e mi, se nuk e din që s'ka mu këthy më të ta dhe s'ka kush i këqyr, se ka qenë beduin, e ka vendos tendën e vetë, shatorin e vetë në shkretin, edhe nuk ka kush afër tyne që përkujdeset për ushqimin dhe sigurin e tyne. Më lejo veç të shkoj, të lajmëroj se unë ma nuk do t'jem pranë tyne dhe ata ne le transferohen dika tjetër e mos mesin me merak. Me elan qysh me elan vllazën. Nuk e njefshin, nuk e dinin prekajt ka ardhë, ku e ka shpin, në shkretin, ku shë gjenë atëne. Hazreti Omeri radiallahu anhu kër e pa këtë, se ky kishte fëmijë të vegjël sende, i tha të dëmtumëve, djemëve të ati që është vra, a pja falni gjakun e babës, tani ja, deri sa nuk e shohën të vraan para syve tonë, qysh na e ka vra babën, neve nuk largohemi prej hakut tonë, prej të drejtës tonë. Atëhere u ngrit Ebu Dharri radiallahu anhu dhe thaja Rasulallah, ja emir el mu'minin, ja Omar, tha unë e marë përsi për garancion japë se që ky njeri ka mu këthy. I tha Omeri radiallahu anhu, a pe njehti këtë njeri? Tha jo. A e din kur rin? Tha jo. Qysh pa jep garancion ti për këta? Tha në ftyrë pe shop se nuk o njeri që rren. Dhe se ky njeri e man besën. Prandaj tha, unë e garantoj. Omeri radiallahu anhu i tha, ti e din se garantusi i merë përsi për pasojat, tha unë i marë të gjitha përsi. Që ky njeri ka me të këthy. Dhe e lëshoj, Omeri radiallahu anhu i tha, 3 dit i ki. Ditën e tretë, para se me përëndu dili, ti du të me qenë në xhami. Dhe kalun 3 dit. Pas 3 ditve ishin të bu sahabët në xhami, ishtë të bu Hazreti Omeri bashkë me ta dhe po prisnin a i burrës kishtë ardhë. Dhe po i thot Omeri radiallahu anhu Ebu Dharrit, ku e ki atëne që e morën besti, ku e ki garantusin? Ebu Dharri tha nuk e di, ja emir el mu'minin. Atëhere u ba një shukame madhe, të gjithë pritnin që ka me ndodhë, kur kush si biken men me thonë, hajtë falnja besi gjëna, norma shëriatit është që du të mos zbatu. Ka thë Muhammed a.s. kështu janë shkatru popë që kanë qenë para juve, nëse ka ba një të keqe, dikush e ka meritu ekzekutimin dhe a i ka qenë prej borgjezis asaj shoqërije, për njerëzve që kanë pozita dhe pasuri, ja u kanë falë atyne. Nëse ka qenë fukara pa shpinë të fortë që thot populli, kanë zbatu normat e shëriatit, Allah e për këtë punë i ka shkatruat. Norma vlen për të gjithë, pa për e ashtim, prej kryeministrit e deri të hamalli, ma i thjeshti në shoqëri. Ke vjedh, për të gjithë vlen e njëjta normë. Ke vra, për të gjithë vlen e njëjta normë. Nuk ka falje në ligjet Allahu Teala.
Se ka thënë pejgamberi sa mu zbatu një ligj i Zotit në fytyrë të tokës është ma hajr, ma bereqet për tokën se 40 ditë rresht me ra shi në sipërfaqe të tokës. Pak para se me përëndu dili, u pa një pluhën në largësi edhe njëri vinte me kal në vrap dhe morën vesh se po vjen ai beduini i shkretinës. Dhe po vinte në ekzekutimin e tij. Dhe e pa Hazreti Omeri dhe tha Allahu Akbar, po vjen, morën tekbir që të gjithë prej gëzimit se shpëtoi Abu Dharri. E donin shoku i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili hatri i Islamit vllaznillëkit mur përsipër lene në takot me gruan dhe fëmijët e vet. Dhe erdh kur e pa Omeri radiallahu anhu, pasi u përshëndetën me selam, i tha çfarë të shtyri me ju përgjegj vdekjes. Wallahi, tha ja Omar, s'ko marrë për ty, as për këta, po je marrë se i kom lënë, ka thonë, gruan dhe fëmijët jetima, i kom lënë të vegjës si zogj në shkretin, pa për kujdesi. Veç jem ardhë që mos me thonë njerëzit muslimant po rreshin kur po jepshin besën. Jem ardhë me respektu besën. E kom dhënë fjallën dhe do ta maj fjallën. Ebu Dharrit ju drejtu Omeri radiallahu anhu dhe i tha, o Ebu Dharr, ty çka të shtyni me i besu këti njerit? Tha friga se kanë me thonë njerëzit muslimant s'pi besojshin njëni tjetrit. Edhe kur po jipshin fjallë, këta s'pi besojshin. A i po thot kon ma ardhë, këta po thojshin ti zvjen se ti rren. E prej tutës se halki kanë me thonë se musliman s'pi besojshin njëni tjetrit, u qova dhe thash, e paguj me krytem, po unë kom i besu muslimanit. Musliman, cili sot prej neve, moj me marë këtë gudzim, që njonin një katir me marë për sipe dhe me thonë, që ky shkon shpi, unë e rri garancion, unë jem garant për këtëne. Ka ikë për Burgut Dubravës për shambull edhe me thonë, unë garantoj se që ky katiri ka mu këthy këtëne. Cili prej neve sot këtë zaman e bëjmë këtë punë? Ata kanë qenë burra, vëllazë. Kur i pa të dy djemët e dëmtumit, kishin fillu mi u dalë lotët, në këtë pame që e shihnin, që kishin ragu dy musliman. Dhe i pa Hazreti Omeri radiallahu anhu, tha mos keni edhe ju në i fjallë, tha falë qoftë gjaku i babës tonë. Pse? Thanë po kemi frikë që kanë me thonë të tjeret të musliman s'kish met rahmet në medveti. Ishin bo gjak pirsat njëni tjetrit. Ka fmi, nuk dëmë mjallon fmi tjetima, na po hekim për hakut tonë dhe po e këthim të fmit e vetë. Kjo ka qenë besë mesin e muslimanve. Jo besë rreshme që ne krenohemi na shqiptarët e kemi besën. Po shije çfarë besë kemi. Edhe në qeveri, edhe në qarshi, edhe në shkollë, edhe në rrugë, edhe me Zotin, edhe me njerëzit, ne kemi prish besën me të gjithë. Ne nuk kemi shoqëri e muslimanëve tamam sot. Kur muslimanët shekullin e 7 të dash me qliru tokat e Bizantit, kishin qliru një qytez dhe e kishin marë përsi për me i pagu gjizjen, taksën që e paguin ata cilës pranojnë islamin, mbesin në mbikëqyrjen e muslimanve dhe muslimantin ata të cilët e ruajnë sigurinë e tyne, nderin e tyne. Se ata nuk marrin pjesë në luftë, muslimant ja uruajnë. Ata vetë që paguajnë gjizjen një taks, që me pagu shpata, shigjeta, shtizën e muslimanëve që kanë mbrojtur sigurinë e tyre. Me po kur vjen ushtria bizantine e madhe, këta bëjnë tërheqje taktike për një periudhë për qytetit. Dhe udhëheqësi musliman vëllazën merr dhe u kthen gjizjen këtë banorëve të atij qytetit, ju thot, s'une kena majt fjalën më rujt, merrni se kjo nuk është haki ynë. Na e kem marr këto për më rujt. S'une kena rujt, atëherë nuk mujmë me marr mallin e juaj.
Muslimanët kur shkonin luft me luftu, Sultan Javuz Selimi kishin kalu rreth do bafqeve me pemë, dhe ishte ushtri e lodhën, dhe kur kalun e nali ushtrin sultani dhe dul në balë të saj dhe tha, cili për juve ka marrë një pemë për kësaj bafqës dhe ta ngritë dorën? Asnjë. A keni marrë dikush në pemë për këtyne kopshteve të pemëve? A keni marrë? Asnjë. Tha, alhamdulillah o Zot që më ke bo në balë të një ushtris e cila nuk rren, nuk vjedh, nuk mashtron. Wallahi tha njoni, me pas dorën e përlyt, me hajni e kisha kthy ushtrin, se s'ka bereqet në atë ushtri ku ka hajn. Prandaj Allah ju ka dhanë aq bereqet, edhe i kanë qenë si përfaqen e tokës. Çka u bë me ne sot, na pse po rrajm ka të shumë dërum vllazë. Ne sot rrajm, mashtrojm, tradhtojm, të fikim, të sosim. Si jemi me kurfar karakteri të muslimanit. Muslimani duhet me rrezatu mirësin rrethin e vetë. Si studente, si punëtore, si kolegi punës, me të pas lakmi njerëzit e tjerë. Prandaj tha pejgamberi sa si të mi bëni 6 u garantoj juve xhenetin. Nëse flitni të vërtetën kur flisni, nëse e mbani premtimin, nëse e kryni emanetin që është dhënë besim. A dini ju vllazën që me bë me talon dikush një emanet, një çantë në aeroport, në stacion të autobusave, me të thonë, a ka mundësi maru që të se po shkaj, kthehem, dhe ti thu bo, s'ka problem, leje. Me bë mi hup që kjo çanta ti e pagun. Sa e kalon bes tënde, ti ke ma përsi për rutjen, ti ja kompenzon damin. Këtu të ne, lafës, veç bëjmë ma bet. Po, s'ka problem. Masa në knena, pi cigare, kur i hup sendi, ko zët një qanë, sti, valla, ku më rëshkoj? Edhe qëta shka me bo, vlazën, qëka me bo? Kush e me përgjësi? Në islam e me përgjësi në ati që është donë e maneti. E me përgjësi. Tha, nëse i boni këto sende, tha pejgamberi alisar, nëse ruhësh prej zinas, nëse nuk shiqën në haram, edhe nëse dora jote ruhet prej haramit, hadithin e transmeton Bejhekiu, unë u garantoj juve xhennetin. Kur të flet, nuk rren. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, prej shejeve të kiametit është kur do të ngrihet emanetin mesën e muslimanëve. Kur s'ka mu respektu emanetin mesën e muslimanëve, shej e kiametit. Cili prej neve sot mund me lënë dyqanin dikujt, emanet. Shtëpinë, emanet. Qikën, emanet, grun, emanet, kush mundet sot me lënë? Çfarë do emaneti, leja sot? Borgjën si borgjë s'po ta kthen njëri, që është yti. Prandaj mos u habitni kur qeni qeveritar të korruptuar dhe hajna. Nëse ne nuk kem mundësi me dorëzu një ark të vogël, të një dyqani të vogël, me dorëzu dikujt. Unë po taloj dyqanin se po shkoj në një orë kom punë, do dokumente do të më zjen kuvend komunës, s'ka kush më zaventson, apo më zaventson ti çtu në dyqan. Edhe nëse se ki shpinën rahat për një dyqan të vogël, se s'po të vjedh që ky person, mos shpresoni që keni me pas udhëheqësi të drejtë. Prandaj mos e lëni në internet të komentu. Për a vjedhin, e çko që publin, hajna, këtë janë hajna. Këtë janë hajna. Nëse tutesh kur çkan pushim, ja lën qecin dikuj, ose me lën qel, në këtë sahabëve, këtë janë kanë qelë, vëllazë. Unë e kam rrinë zamanin në Medinë edhe në Mekë, kur u vendos ke veç një pen, dyqan, edhe shkon të njëri edhe falte namazin. Derisa nuk fillon me shku hajna. A e dini ju që ka hajna pre Prizrenit, vllazën? Ka hajna të ri pre Prizrenit, që kur zvin xhami nuk falen, janë të njofshëm për droge, për alkoole, për zina, shkojnë në për Dubai edhe në Arabi veç për me vjet. A e dini ju këtë punë? Tant janë. Pre qenve ton janë. Pre ujqve ton janë. E masene në i zafshin, me u këput dorën, ja mës të dhimen.
Ne i zafshin maserene shqiptarët në ushtrit armikit në vend muslimanëve, ne i vritëshin si qenin rrush ka shku, kur kush mos të mërzitet për të ne. Ja? Heq 5 pare mos je për të. Që po lipti me shku në atë vend, për me vjedhe me i dëmtu ata, me të arë ty dikush, me ushtrin sërbe me të pasan Kosovë, a i kështë vra, a i kështë shkoq, ndash i qabës më konë, i Mekës, a i vesh me ta, në lullë të balit, syrin, takak me ta lujt atëne. Ke arë, kundër muslimanit, ja pa fshajre. A që kjo e maneta, me shku edhe me vjedh, në për ato vend, me shku me marë, me hinë borgja dhe mos mja këthy kur. Kjo është hajni, kjo është shkelje e emanetit. Dhe sa Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sendin që e ke marë emanet, ktheja pronarit të saj, qoftë musliman apo jo musliman. Kjo vlen edhe për jo muslimanet. I shesët njerëz dalin si peripat e sokakit një mesele që sosh nas një qitab dinit e përmenme, thot qafirit bën mos mja pagu rrymen, mos mja pagu ujin, me vjedh, me bo, këto veç ta bën khavarigjet e bën këtë punë. Këto e bën si peripat e bën. Se Muhammed a.s. ka shku prej Mekës, qafirve jo kalon emanetin. S'ka thonë ka dal, që kuj e ka vjedh Hazreti Osmanit që ka që deve, unë jam marrë që ka që alton, barem 2 deve ja paguj Osmanit, radhiyallahu anhu. Se i ka emanetit të une, për jo emanetin ja u kthej. Emanet janë për mu, mere ti, zulumin, se bënte me zulum, pejgamberi a.s. se këthente me zulum. Dhe sa ne, sot për fat keq, jem shëndru në një shoqni, në të cilën njëri friksohet me ilan dikuj emanet. Ti e musliman para së gjithash, dhe ti duhet me respektu fjallën që e ke dhonë Zotit tënd e pas të fjallën që i jep musliman. Kur qeh ty dikush o musliman, mu gzu që t'ka pa, që ki ftyrën e busqeshur, që e njeri i besës, besa shqiptarit, bes shqiptari ka pas kur ka pas din. Shqiptari kur s'ka din nuk ka as bes, as ftyr, as moral, as kur gjo. Jo veç shqiptari, i njëjtë është edhe arapi, edhe turku. Të gjithë momentin kur përngjajnë, si kur iblisi, shejtani këta s'kan bes, këta të rathtojnë, se për cilësive të shejtanit është që mos me e majt besën. Për arsye se Allahu Teala ka tregu se për cilësive të shejtanit është që se man besën e vet edhe rren. Me po shejtanin ditë kiametit kam ju majt një hutbe, kam ju majt xhenemlive dhe kam ju thonë surat Ibrahim, ajeti 22, kam e thonë Allahu premtimin e vet e man, ndësa unë premtimin tim e kam prish, e kam tratu. Se shejtani non stop kam e të mashtru. Në ditë kiametit kam e ta majt një hutbe, kam e thonë, o xhenemli, unë jam qaj që ju kom mashtru, unë jam qaj që ju kom shti me vjedh, unë jam qaj që ju kom shti me lon namaz, unë jam qaj që ju kom lon pashami, unë jam qaj që ju kom su me trahtu, me mashtru, me bo kret zezat. Me pësët as veti sun kom ju një mu, as juve sun kom ju një mu. Hadeni bashk me mu kutrum e në katran, në gjenam. Të pëtan. Nësë Allahu Teala ka pështu aj i cili i regullon punt. Se thot Allahu Teala, Allahu asë se si ja të regon rrugën e drejt ati që është rëndësan dhe që është kafir, surët e Zumar ajeti 3. Qëre vlasë, nëse njani në shesë se sa shpun me falë namaz, ta dinë se që kjo rëndësan. Kjo rënd. Kjo është të rajt diqka. Kjo të bo gjuna që Allah nuk o të elon mësafin në shpit vetë. Edhe ti, që s'pa mund me arë 5 kotë namazit, ty gjumagji, për ty i kom këtë lafë. Kontrollo veti, banje një skenim veti, si kompjuteri që i lyp virusat ku i ka, edhe skenerat. Skenerat e veti një herë, këqyre. Ose jetu këqyr haram kompjuter, ose jetu ngu haram me muzik, ose jetu përdor cigare haram, ose jetu u shëqnu me femna haram, ose mendimet e tua në mend se t'jen për Zotin, janë për ndalesat e Zotit, ajo femën, kjo femën, ajo punë e keqe, kjo punë e keqe. Ti ki virus që s'pët nem më arë në gjamin. Dhe skenerat e veti, bane vetin një reformatizim të vetit tënë. E tek pastaj,
Allahi kur të pastron virusin, Allahi të lëshon fajlat e mira, tjep ajetet Koranit, hadithet pejgamberit, atër mushesh me të mira. Ama derisa ki virus, s'tan nje as ajetin as hadithin. Ja thua ajetin, ja thua hadithin, ka thonë Allahi, ka thonë pejgamberi salam, për ta është rafsh, o kodirataj, e ka kodin, drejt që i ka hinë trun, edhe si merë vesh kur gjanë. Andaj kemi nevoj me pastru vetin. Andaj kem nevoj me qenë musliman plot kuptimin e fjales. Allah na bëf t'il, ja Rabbi. Allah na përmiso vllazë. Allah mos na bëf për atyne të cilët folin një send e nuk veprojnë. Se thot Allahu Teala, o ju që keni besu, lime të kuluna ma la të falun. Pse e thoni atë të cilën vetë nuk e veproni? Sa mkati madhe është Allahu Teala me thonë atë që ti nuk e punon. Mi thonë vetit musliman. E muslimani do të me qenë i sinqert me Zotin e vetë, pejgamberin e vetë, dhe me musliman, edhe mos me i majt fjale. Kjo është tradhti e besës. Allah mos na bëj për tradhtarëve. Ya Rabbi, Allah i ndihmon vëllezërat dhe motrave tona kudo qofshin ata. Ya Rabb, Allahu Teala i ndihmon vëllezërat tonë në Siri, në Burma, në Irak, në Palestinë dhe në çdo vend tjetër ku muslimanët kanë nevojë për ndihmën e tij. Ya Rabbi, Allah i shkatrof zullumçart. Allah i shkatrof zullumçart. Allah i shkatrof zullumçart dhe ndihmtarët e tyre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.